Në qendrën e numërimit së Zair Suroj, sipas përgjigjës së KKZ-s për Prizren Ysre të Bytyqi, deri më tani janë numëruar 50% e kutijave. Sipas tij, pritet që nesër të përfundoni gjithë numërimi i kutijave të votimit në Prizren, ku nga 236 kutija në Prizren janë numëruar 50% e këtyre kutijave, pohon ai. Këtë moment janë diku 114 vend votime, diku 50% që i kam rri i numërimit të vend votimeve. Shpresojmë që gjatë ditës së sotme ta përfundojmë edhe një përqindje tjetër, ndoshta nesër mund të përmbyllim procesin zgjedhor. Po ja, shpresojmë që nesër, për pas nesër nuk do ta lëm, do të mundohemi edhe deri vonë me punu. Mirë po, Bytyqi me këtë rast një falënderim të veçantë bëri për kompaninë Telkom, kompania cila ka marrë ftesën të KKZ-s, i ka lënë punët e veta dhe i ka shërbyer qendrës së votimit, e cila nga dje ka krijuar këtë shpejtësi numërimi e falënderime. Fal kësaj kompanie numërimi u bë më i shpejtë. Edhe një falënderim duhet t'ia bëj kompanisë Telkom, e cila na ka krijuar kushtet për punime dhe me rrjetin e internetit. Në moment kur kemi shku, kemi bë kërkesë tek ta se kemi qenë në problem me rrjet, kanë ardhur pa problem, na kanë bërë instalimin dhe jemi falënderues edhe ndaj tyre që na kanë ndihmuar dhe kanë kryer procesin. Ka ndihmuar ata në fakt internetit? Po, kanë ndihmuar se ka qenë shpejtësia edhe puna e tyre ka qenë shumë e mirë dhe kanë ardhur në moment kur i kemi thirr, kanë ardhur pa hezitim, kanë lënë punët e veta, kanë ardhur na kanë kryer punën tonë. Derisa nesër pritet që të përfundojë gjithë numërimi dhe të dihet pastaj se kush është fituesi.